shumicën e vendimeve të mëdha në jetë, unë i kam marrë intuitivisht. Do të thonë ka ardhur diçka prej brenda. Edhe për këtë arsye, ani pse kam dëshirë me u quajt një psikolog shkencor, unë mendoj që secili njeri e ka një lloj rrugë të parashkruar. Do të thonë ka diçka brenda vetës, e ka një lloj shpirti, e ka një lloj që ka thonë Sokrati dajmoni ose çka do të qoftë, që në kohën e duhur dhe në momentin e duhur e çon në një drejtim. Edhe përgjithsisht jeta ime ka shku kështu, domethënë unë kam pas një lloj pasioni për shkrimet e Friedrich Nietzsches, ani pse njihet sikur filozof, mendoj që Friedrich Nietzsche është psikologu më i mirë i gjitha kohërave. Jo ndër më të mirë, në konceptimin e më i miri i gjitha kohërave. E kam lexuar me pasion në shkollë të mesme, edhe më thonë që një lloj nxitje për me njoft tutje natyrën njerëzore ka ardhur pikërisht prej Friedrich Nietzsches, edhe leximet e tij, thellimet e tij, kristalizimi i njohurive, edhe ideve, edhe mendimeve, kristalizimi përtej të purifikuarës, përtej finesë, çdo lloj finese që mund mendohet, e kam gjetë aty, edhe mund me thonë që kjo ka qenë një lloj inspirimi që një ditë të zakonshme vere, kur i kisha rreth 5-6 provime në semestër në shkencë politike, vendosi me shku me i marrë dokumentat, me bo një duplikat, edhe njëkohësisht me qu edhe në departamentin e psikologjisë në Universitetin e Prishtinës. Nëse më pyeta a ke mendua, a ke konsideru gjatë këtë gjë, jo. Nëse më pyet cili është motivi, mendoj që motivi është me një vetën. Shumica e njerëzve nisin ashtu. Edhe me ditë nga komord, me ditë nga komord që nga origjina, me thonë me ditë që qoftë në konceptimin shkencor diçka ka nis dikur, edhe universi ka një rrjedh vetën, edhe ku përkasun në këtë rrjedh, qoftë në konceptim pak më religjioz se çfarë do të qoftë, që neve kemi një qëllim në jetë, kemi një synim në jetë, edhe më thonë që motivi kryesor ka qenë me zbulu vetën, me kuptu vetën. Më me thonë që ndëgjues i mirë kam qenë gjithë, nuk kam qenë zhurmagji shumë, me ndëgju kam dëgju, nuk jam ai personi që gjatë jetës time, mendjes se kam prit rastin me dhonë këshilla, pa më pyet dikush zakonisht s'kam dhënë mendim. Mirë po, kjo karakteristika me qenë dëgjues i mirë, ndoshta edhe një lloj motivi që këtu bëdu me shmong pak modestin që për mjë gjetë njerëzve, mjë ndihmu njerëzve në format ndryshme, ka qunë fushën e psikologjisë, mirë po me thonë që motivi është e dyfisht, sa është kjo pjesa ndihmës njerëzve, po aq është edhe psikologjia shkencore. Je musafiri i parë, të cilin nuk du me zhvesh për i profesionit. Gjithë ftumt që i kam pas, ju kam thënë sot me juve po du me fol jashtë gradave shkencore, jashtë profesionit, jashtë asaj që ju njohin. Megjithatë, unë sot do t'ju mbaj si psikolog. Po më intereson diçka. Jetojna në një kohë tepër të zhurmshme. Njerëzit sot janë më të lidhur se kur me botën, po janë shumë të vetmuar. Edhe një pyetje, pse njeriu modern